Për të bërë lidhjen e programit Alpha Web me programin Alpha POS, ndjekim këto hapa. Pasi jemi loguar në programin Alpha, tek tabi Administrim, klikojmë Fto përdorues. Shtojmë përdorues, vendosim emailin respektiv dhe rolin. Më pas i japim Konfirmo. Kontrollojmë emailin dhe shikojmë që na ka ardhur një link. Pasi klikojmë linkun, mund të logohemi në programin Alpha POS me kredencialet e emailit. Në këtë mënyrë është bërë lidhja e programit Alpha Web me programin Alpha POS. Pasi e kemi ftuar si përdorues nga Alpha Web, logohemi sërish në POS, shkojmë tek ikona e përdoruesit, te tabi Konfigurim, tek Sinkronizimi i Alpha. Japim check konfigurimeve përkatëse dhe zgjedhim formatet që dëshirojmë. Dhe më pas klikojmë Ruaj. Provojmë të bëjmë një faturë, e ruajmë atë, dhe shikojmë që fatura është fiskalizuar dhe sinkronizuar.